Rreth 30 transportues në Gostivar parkuan furgonat para komunës në shenjë proteste. Ata kërkojnë pagesa që u detyrohet komuna për transportin e nxënësve. Sipas tyre, edhe pse nuk i kanë marrë parat që nga muaji prill, ata vazhdojnë t'i bartin nxënësit në kushte të vështira klimatike. Paralajmërojnë se nëse nuk paguhen, do të ndalojnë së barturin nxënësit dhe do të bllokojnë hyrjen e komunës. I kërkojnë paret tona që pi 10 muaj në tret i kemi pa paguar. Si mjet se e lemram çaj protestin, ato vikatën muaj në tret e kanë lishau, vetëm muaj në tret. Muj 4, muj 5, muj 6, për vjetë pa paguaj. E në shtepin dhe tin muj që kemi nes, ala është e pa paguaj. Pa pare nuk... Ne kemi ardhë pare tonë, 7 muj, 8 muj, sa i venë ajo që imi pa pages. Me 10 kombi vetë, plus të qire që janë. 30 kombi? Me 30 mund të jenë. Me 30 kombi, ala pare nuk kemi marrë. A ju në zënë se të këni barë bashkë? Ish pa problem, ish pa problem, pa problem. Por ditë njëm 6 sati, mundina ne imi ngrojnë, kemi fejt naftë. Në kanë ndjes kombi kablat në qafë, i kemi marrë, i kemi ndjes, kemi vazhdau, i kemi bo punën tonë që në takon. Sa pare janë të që do t'jemi? Në pëjë që të të thëmë qëtej muj në tret e kanë lisha, mund t'in afer 70.000 euro. Znači, opština Gostivar ne duži od 3. mjesec njima isplateno. Deneska se javio kao navodno puštili včera pare za 3. Znači, 4., 5., 6., 9., 10., 11. je skoro i 12. će završi. Znači, denar pare nemamo videne. Tačno, tu treće produžime, znači da bojkotirame. Sve do deka ne se isplata sredstava. Nëse paret e tona nuk i marrim brenda para vitit të ri, të na pastrojnë ketëve, ne dhe dalim për ditë dhe ta bllokojmë mollën. E në komunën dhe ta bllokojmë nuk i lëmë në punëtorët, të vinë komunë. Se ata vinë me durat në gjepa, marrin rroga, me avno rrogat 2 ditë ato sajt i qesin, ne në gumat si kena paguaj. Gumat e dimnit. Kombi 4 shok, harxime, servise, harxime të mëdha kina, defekte. Ne nxënësit nuk i kena lënë. I kena bo si i kena bo, nxënësit i kanë erdhë në vakët. A këta tallen me ne në arenë, djevlishem sot, djevlishem nesër, shpesh herë na kanë rejë, se djevlishem. Nuk dhe vazhdojmë nxënësit dilojmë, plus këtive punëtorëve komunës dhe t'ju shkojmë në përshpoja. Silojmë në të flenë në rahat. Me gjithë kombit. E në darkë silojmë të hanë. Në përshpoja dhe t'ju shkojmë. Në vli dhe t'ju hipim. Ekipi televizionit 21 ishte në zyrën e të besuarit të qeverisë në komunën e Gostivarit, Fadil Xhelili, por nga kabineti i tij na thanë se për momentin ai nuk ndodhet aty, pasi është në një udhëtim zyrtar.